kur ju thot imami i shqiptar, fjala ibadet, fjala, dëgjoni mirë, fjala ibadet në Kur'an nuk është adhurim, është e saktë. Nuk e ka kallëzu Tim Shkupi, e ka kallëzu Kurani. E tash pse na kanë mashtru se fjala ibadet prej rronjës fjalë ajn be dal na kanë lidh me ibadet, gjoja me fol namaz, ma xhiru Ramazonin, me dhon zeqatin, me shku në hax, është mashtrim. Kurani nuk është ashtu. Kush është ai që na ka mashtru dhe pse na kanë mashtru dhe pse librin që quhet Kur'an e kanë përshtat, e kanë mitizu me figura, me vende gjeografike, me gjërat që s'kan asgjë të përbashkët me citatet, mesazhet që janë Kur'an. Disa dalin thonë, okay, edhe me pas Tim Shkupi mirë, e nëse kemi ditë, po ne kemi kështu që 600 vjetë. Kur vim të ki 600 vjetë që lindin gjitha problemet.